Policia në Shkodër ka zbardhur autorsinë dhe rrethanat e ngjarjes të ndodhur pasditën e 9 marsit në lagjen Guerrile, ku punonjës të policisë u kanosur marrëmzjarri gjatë ndjekjes së një automjeti. Sipas policisë, rreth orës 15:10 gjatë patrullimit në zonë, efektivët i kanë bërë shenjë-ndalimi një automjeti, i cili drejtohej nga shtetasi EB 43 vjeç. Në mjet ndodheshin gjithashtu një 17 vjeçar dhe shtetasi BB 40 vjeç. Drejtuesi i automjetit nuk i është bindur urdhrit të policisë dhe ka vijuar lëvizjen me shpejtësi duke kryer manovra të rrezikshme, çka bëri që shërbimet e policisë t'i viheshin në ndjekje. Gjatë ndjekjes, 40 vjeçari BB dyshohet se ka zbritur nga automjeti dhe teksa largohej, ka qelluar marrëmzjarri në ajër me qëllim kanosjen e punonjësve të policisë. Në kuadër të operacionit policor të koduar risku, u arrestua në flagrancë drejtuesi i automjetit, shtetasi EB 43 vjeç, si dhe pasagjeri mitur 17 vjeçar, të dy banues në lagjen Guerrile, ndërkohë shtetasi BB 40 vjeç po kërkohet nga policia. Gjatë veprimeve hetimore u gjetën dhe u sekuestruan armë zjarrit, pistolet me municione, e dyshuar se është përdorur në këtë rast, si dhe automjeti tip Volkswagen me të cilin lëviznin këtë shtetas. Sipas policisë, 40 vjeçari i shpallur në kërkim rezulton me precedent penal për armbajtje pa leje, prodhim dhe shitje të narkotikëve, si dhe përvjedhje. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, për veprat penale, kanosje, mosbindje ndaj urdhrit të policisë, prishje e qetësisë publike, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve dhe moskallëzimi i krimit.